Viti 99 ishte luftë të në. Isha në Shqipni. Prej Shqipnije emigrova në Gjermani. Një vit e gjysë kom najtë atje, nuk ku mujtë me najtë atje. Jëm këthy këtu, kemi pas, para lufte i kemi pas dikun 24 copë, 24-5 krejë ljop. Edhe i patem që në fushë i kem për Shqipni. Kur u këthy baba mas nej pej Shqipnije, i gjetë ljopt. Dejnë 2-3 copa i gjetë ljopt. I gjeti? Po i gjeti gjitha. Ku ishin? Në përfush duke kullotur vetë. Po i karujt zoti. Edhe e kishim edhe punën me dru atje, atëherë ishim bashkë edhe me vllaun. Baba tha kur dush kthev, si s'dush mos u kthe. Edhe këtu ka punë mjaft. Atëherë në vendosa ktheva. U ktheva. I kishim dhe më thonë 20 copa ljop, baba filloj të hiqte. Ta vazhdojmë punën me dru. Unë i thash jo, thash dojmë të hapim edhe një firmë. Ti kem 2 biznise. Atje ma poshtë kem pa improvizu, si të thëmë, një shtallë prej druri. Edhe aty i majshin. Fillum me qëmsht. Dërzojshim ka pak qëpsht në pikë grumëlluse. A mas nej shkova të direkt të qëmshtoria vita në fabrikë, thash, a mund të punojmë direkt me juve, jo me pikë grumëlluse. Sa litra qëmsht, tha ki, thash, i kam parafërsisht 200 litra. Tha po, tha, mund fillojmë që nesër. Atër fillova direkt me fabrikë, edhe shkova të rritë. Pej 200 litra, sot i kom bon 1000 litra, 950-1000 litra. Kështë që bërë mirë që u ktheve? Pa tjetër, se si në në toni nuk ka askun. Ma mirë është të pënoj për vete, se të pënoj për dikon. A kupton? Ky episod mbështetet nga Raiffeisen Bank.